njohur si vend historik, shquhet si një gur i çmuar arkitekturor e thesar i malit të zi. Me mure të trasha të gurit të cilat rrethojnë qytetin, rrugët me kaldrëm e malet me përbërje gëlqërore është ky kotori i cili ofron turistëve një pamje manice. Jo kot, ky rajon në vitin 1979 u fut edhe në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ndonse ende në gjysmën e muajit maj, rrugët me kaldrëm të kotorit kanë filluar të mbushen me turistë nga e mbar bota, duke i dhënë edhe më shumë bukuri këtij vendi. Përveç shëtitjeve në këmbë për të parë dhe shijuar këto bukuri piktoreske të këtij vendi, do të mund të udhtoni edhe me kroqëre, për çka veçohet edhe ky vend. Ndoshta do të mund të keni menduar se ky udhtim do t'ju kushtoj shumë, megjithatë ka ofertë për person edhe me 500 euro. Kroqëria lundron natën, ku të nesërmën kur të hapni sy do të gjeni veten në një vend tjetër të bukur. E tillë është edhe kroqëria Azamara, një anije me 5 hyje në lëvizje, e cila operon kryesisht gjatë periudhës së verës në mesdhej nga muaji maj deri në shtator, ndërkaq gjatë sezonit dimnor vazhdon udhtimi në vende më të ngrohta. Për të udhëtuar me këtë kroqëre, ju du të jeni pajisur me kartë identiteti, e po ashtu edhe me vizë për të lundruar me vende ku mund të jetë destinacioni i anijes. Por në mungesë të liberalizimit të vizave, qytetarët e Kosovës privohen nga kjo e drejtë, për çka mbetet edhe shqetësim për koordinatorin e turizmit Klodian Kazazi. Ai ka treguar se sa është kapaciteti kësaj anije luksoze. Aktualisht ne ndodhemi në kroqëren Azamara, kapaciteti së cilës është diku te 650 persona. Por kjo konsiderohet në thonjza edhe pse është një kroqëre vogël, një kroqëre luksoze për shërbimet që ofron. Kroqëret janë të pafundurta në numër, mund të arrijnë deri në 3500-4000 persona kapaciteti. Kryesisht udhëtimet e saj zgjatësin mesatarisht diku te 10 ditore në mesdhe. Ka dhe më të shkurtëra që janë diku te 5 ditore nga Italia ose nga Franca. Kjo kroqëre ofron të gjitha kushtet, duke filluar nga dhomat luksoze, biblioteka, palestër, sauna, restorante me meny të caktuara. Në kroqëre, siç mund të shikoni dhe vetë, ka, siç ju thashë më pak më parë, ka facilitete pafund. Pishinë të brendshme, sauna, fitness, restorante à la carte, restorante që janë tip bufe, restorante me menu të caktuar. Dhe veçantia e kësaj kroqëre që jemi ne sot, për sa i përket restoranteve, është që kjo kroqëre në çdo destinacion që mbarkon, atë ditë përdor menun e zonës. Në rastin ton ndodhemi në kotor, siç ju thash, në Mal Zi, dhe kryesisht këto përpiqen që të shfrytëzojnë mënyrën e gatimit të malit të zi, që t'i ofrojnë edhe turistëve një shije të plotë të vendit ku po vizitojnë. Destinacionet kryesore të kësaj kroqëre janë Evropa, Azia, Amerika e Jugut dhe Antarktida. Pjesa më e madhe e udhëtuesve që janë për këto kroqërat janë nga pjesa e Amerikës, pjesa e Australisë, të cilët për këto vende që ne aktualisht ndodhemi, për shembull Kotori, Malizi, Dubrovniku, vendet që kjo i mbarkon tani në këtë periudhë, janë pak a shumë në thonjza të panjohura për të është diçka ndryshe kryesisht, por ka pothuajse nga gjithë bota. Domethënë aktualisht në këtë anije unë pash njerëz nga Australia, nga Kanadaja, nga Amerika, pothuajse nga gjithë kontinentet. Këtu ndodhemi, unë u prezantova që jam nga TSO-ja, ndodhemi bashkë me partnerin tonë Fibulën, i cili është partneri jon kryesor në Kosovë. Dhe është, si e thesh, nuk duhet domethënë që ta lavdëroj në thonjza, por është për ne është një partner jon strategjik, për sa i përket tregut kosovar. Kotori është porta më e pëlqyer për shqiptarët dhe jo vetëm. Lizë është nga Britania e Madhe, ajo manitet me bukuritë e këtij vendi. I'm from Liverpool in the UK. We'd never been here before. So we thought we'd try and have a look and see. It's beautiful, it's different, it's just nice to see somewhere different. I don't know a lot about
Montenegro. Have you been? No, we've never been before. No, this is the first time we've ever been, and we've never been to Dubrovnik or those areas, so that was why I decided to come. Bill Flavel nga Anglia thot se nuk ka qenë më parë në këtë vend dhe se për të është vend shumë interesant. We've come on a trip with Azamara because Azamara is a really good shipping cruise line. So we cruise quite a lot with Azamara, but we wanted to come. We've never been down this coast of the Adriatic before, so it was an interesting place for us to come. It's the first time we've been to Kotor, we've been to Dubrovnik before, but past there we've never been. This place, it's absolutely beautiful. The lake, the fjord, as we came in on the ship this morning was beautiful. The weather now is lovely, and it's a very, very pretty town. Kjo një lëvizës se çdo pasdite vazhdon rrugtimin e saj për një destinacion tjetër, për më shumë tregon Klodian Kazazi. Kjo krociere, siç ju thash, sot do qëndroj deri në orën 5 pasdite këtu dhe më pas destinacioni i saj është Korfuzi në Greqi. Nga Korfuzi ajo do qëndroj një ditë atje dhe vazhdon për në Barcelonë. Piknisin e saj e ka pasur në Barcelonë, kaloi Itali, Francë, Dubrovnik, Kotor. Do bëj një rreth të tillë dhe do përfundoj po prapë në pikën e saj të nisjes. Këto bukuri të Kotorit mund të shijohen përmes ofertave të agjencionit turistik Fibula. Një perle vërtet e trojeve shqiptare është edhe Ulqini i bukur i Malit të Zi, një qytet i lashtë me histori, pamje ma gjepsëse, plazhe të bukura e i banuar me shumicë shqiptare. Të manitur nga bukuritë e këtij qyteti, shumë artistë kanë gjetur dhe inspirimin për veprat artistike e shumë herë edhe e shkënduar këtij vendi. Bukurinë që natyra ja ka dhënë Ulqinit përpos detit ja shton edhe kalaja e vjetër mbi 2500 vjeçare. E ka litur kështu mbi shkëm nga ku si në pëllëm të dorës, do të mund të keni gjithë vendin ma gjepsës. E derisa jeni duke ecur rrugëve të kalas, shikimi do të mund t'ju ndalet tek ndonjë unazë e bukur, veshje popullore malazeze ose shqiptare, bluza, kapela ose veshje të tjera. Për të përshkruar historinë dhe bukurinë e kësaj kalaje, aty do të mund gjeni dhe profesor Ismet Karamanagan, i cili rrëfen për historinë e këtij vendi piktoresk. Na jemi shumë krenar në këtë qytet të vjetër. Nëse kemi leju, ne na i kanë mbyll portët e shifrin me tërmetin shtatë, pasi që jemi të gjithë shqiptarë, na kemi shku deri prezidencën, kemi dalë delegative me shku në Malzi, ku na kanë pranuar dhe kemi thënë mi ne damo da sensazioni starigrad. Nuk e lejo mu mbyll dy. Ne i kanë mbyll dy, përgjithësisht edhe kanë thënë nuk keni ujë. E përpushuesit e këtij sezoni, Ulqini ka shumë hotele, me kushte të jashtëzakonshme dhe oferta shumë të mira të agjencisë Fibula. I ndërtuar 2 vite më parë, Holiday Village Montenegro ofron kushte të jashtëzakonshme, me dhoma të mëdha, restorante të cilat i përmbushin të gjitha kriteret, hapësira gjelbruse, hapësira argëtuese për fëmijë e bazene. Valdegjina nga ky hotel tregon për Kosova Press për ofertat që kanë për këtë sezon verore. Kapaciteti i dhomave është 353 dhoma ose suita. Përveç dhomave dyshe që janë ato standarde për 22 m2, kena edhe dhoma familjare, që ma mërmenja për musafirët e rajonit janë ma levërdishme për një pushim shumë të këndshëm.
Dhoma familjare është prej 38 m2 deri në 42 m2. Prej specifikave të dhomave që janë të veçueshme ose të dallueshme, kena dhoma edhe që janë edhe me bazena vet. Mirë po në qoftë se ato dhoma nuk munden për një arsye ose tjetër me u bukirat, në rezort mundeni me gjetë 6 bazene, 350 metër deri në 400 metër plazh, i cili është i përfshim krejt në atë paket që mysafiri e rezervon. Holiday Village Montenegro ka në dispozicion 4 objekte për akomodimin e turistëve. Gjina tregon se nga cili vend ka numrin më të madh të vizitorëve. Holiday Village është një produkt i cili është i specifikuar prej United Kingdom. Kjo është edhe arsye që na mysafirët kryesor i kena prej Anglisë, Walesit, domethënë Britanisë Bashkuar. Mysafirët tjerë janë një numër më të madh, po besoj që mysafirët edhe për rajonit nuk është se kanë pas shumë një informat detajuar lidhur me Holiday Village Montenegro. $500 metra larg kalajës së Ulqinit ndodhet edhe Hotel Eneida, ku mund gjeni dhoma të rehatshme e me pishina private. Eneida Resulbekovic, nga e cila mban edhe emrin ky hotel, ka treguar për kushtet që ofrojnë vizitorëve. Kemi kompleks që kemi 24 apartamente, janë apartamente kryesisht familjare, por ka edhe apartamente për çifte. Domethënë për apartamentet janë me mëngjes, shërbim mëngjesin për gjithë turistat, kemi plazhin ton privat, po ashtu edhe pishinën ton. Domethënë që ku me çka turistët e janë mundën mu zbavit edhe me pas domethënë argëtim gjatë ditës brenda kompleksit ton të ka ofrojnë. Në fillim me shumë pak apartamente, madje edhe të vogla, Hotel Eneida tash e sa vjet ka hapur derën për gjithë ata vizitorë që dëshirojnë t'i kalojnë pushimet në këtë vend, ku nuk janë të paktë edhe turistët e huaj. Turistët që vinë të shohin bukuritë piktoreske të Ulqinit, Hotel Eneida do të ofrojë mundësi edhe ekskursionit që të udhtojnë me anije deri tek plazhi i madh, e po ashtu edhe në Shkodër. Partner i Hotel Eneida është edhe Salina, hotel me 4 yje, për më shumë tregon Aslan Llunji. Është një hotel me 4 yje, është një butik hotel i vogël me 14 njësi akomodimit, cilat varojnë nga 2 deri në 5 persona, edhe pak a shumë është i fokusuar te mysafirët të cilët dojnë të qëndrojnë në Ulqin, por dojnë të qëndrojnë në Ulqin në afate më të shkurtë. Llunji tregon për Kosova Press se shumica e mysafirëve janë nga Shqipëria e Kosova. Shumica e mysafirëve janë mysafirë me preardhje, domethënë nga Shqipëria, Kosova, apo gjithsesi më shumë ata që jetojnë në diasporë. Vitin e kaluar kemi patur për arsye të Majfestit, kemi patur një interesim të jashtëzakonshëm për akomodim gjithsesi nga mysafirët nga Kosova. Edhe ato që dëshirojnë një akomodim pak më luksos edhe një akomodim pak më komfort zgjedhin hotelin vet. E përpushuesit e këtij sezoni, këto hotele me kushte të jashtëzakonshme do të mund t'i gjeni përmes ofertave të Fibules. Djeza Shala, agjente nga agjencia turistike Fibula, ka treguar për ofertat që kanë gjatë këtij sezoni veror. Tu kam edhe dhomat të ndryshme që janë shumë komode, sidomos për familje. Ashtu nuk mundem me do që janë vetëm për familje, po ka edhe për shoqërinë ose jonë. Dhomat kryesisht janë më të volitshme, është pra gjendet në pjesën ka plazh i vogël. Hoteli pra për nga ushqimi është shumë i mrekullueshëm.
Figula zakonisht ofron oferta shumë ndryshme duke filluar prej ulqinet, durset, për Antalya kemi edhe oferta të shumta si vjetë kemi ardhur edhe me oferta me re për Egjipt. Pra oferta shumë ndryshme, mundeni mi pa edhe në website-in tonë, ashtu edhe gjatë verës kemi mu informu edhe rreth këtyre hoteleve që kemi marrë. Këto pamje magjepsëse të natyrës nuk është asnjëherë vonë për t'i zbuluar, e sidomos kur ato janë shumë pranjueshme.